Ky episod u mundësua nga Abi Bank, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Kanë qenë ditë jashtëzakonshme këto, një javë mbushur me dashuri, me komente, me njerëz që duan të lexojnë librin. Kjo për mua është shumë e rëndësishme. Kam shumë fjalë për të thënë për të gjithë ju, po njëra ja merr të gjithave, respekt. Tani, për ata që e kanë lexuar librin, përveç meje, e kuptojnë që aty ka një tjetër protagonist kryesor dhe mund ta parashikojnë. Është Doktor Tani, Tan Bodeci. Mirë se erdhe në podcast. Mirë, përshëndetje. Mirë gjej. Ti ke një vend në librin e jetës time, edhe si metaforë, edhe si diçka konkrete. Unë e lexova me një frym librin tat. Ti ke vënë aty emrin një ditë tjetër, që është shumë domethënie, unë do t'ja vija emrin Jeta e gjithsekujt. Sepse unë aty qesha, unë aty qava, unë aty u ndjeva krenar, unë aty u ndjeva i përdosur, unë aty u ndjeva shqiptar, me krenari shqiptar, unë ndjeva jo me krenari të qenë shqiptar, jo fal meje, po fal të tjerëve dhe rrethanave. Megjithatë, unë ndjeva luftëtar, unë ndjeva i pamposhtur, unë ndjeva i dashuruar. Në momentet veçanta u rreja dhe veten në atë lloj libri. Domethënë pata një impakt, një ndjesi, domethënë që po lexoja faqet e jetës që mendoj të janë të gjithsekujt. E hiperbolizojmë sëmundjen, ka peshën e vet, por ajo që e sfidon sëmundjen dhe çfarë do lloj sëmundje dhe kthehet me bindje është jeta. Arma është dashuria. Këtë nxora nga libri tat, njëra dhe të falenderoj. Nuk e di ku e ke urryer veten libër, s'më duket të ketë një vend aty. E urreja veten për shembull që nganjëherë ne nuk dalim dot mbi atë që na rrethon. E urrej veten për shembull sepse neve kemi shumë gjëra për të thënë dhe nuk i themi. Okay. Dhe nuk i themi dhe bëhemi pjesë e të keqes. Për shembull, aty un pash një përshkrim shumë të bukur me ndjenjë, me emocion në momentet më të vështira të jetës tate ose të situatës që ti kalove, që po të uroj për këtë gjë, sepse e ke kaluar, edhe je një heroj në jetës tate. Dhe aty pash për shembull që neve dhe duhet të reagojmë ndaj atij, ndaj asaj situate. Sepse ne po trajtojmë në atë spital vëllezërit, motrat, nënat, gjyshrit tanë dhe realisht neve nuk duhet pajtohemi. Neve duhet të protestojmë. Neve nuk duhet të nënshtrohemi. Neve duhet të reagojmë ndaj një të keqe, sepse gabimi më i madh është kur hesht. Sepse aty ka shumë gjëra për të ndryshuar. Dhe aty e urreva veten time sepse thash, pse ne nuk artikulohemi? Po, pse stregojmë? Pse ne nuk i japim dinjitet asaj pune që bëjmë, po dinjitet dhe atyre që u shërbejmë, që janë vëllezërit, motrat, njerëzit tanë. Kjo është. Kështu që i provova të tëra në atë libër. Mendova mos e urreve pak veten kur më ke bërë ti çaj pas operacionit 2 ditë. E mbam sa shumë kam qarë. Më thet vërtetën në fakt, edhe bëre shumë mirë. Aty bëra mirë që aty jo. Aty u ndjeva krenar. Jo, aty u ndjeva krenar sepse aty erdha dhe unë vete, fillova ta kuptoj. Unë doja të ktheja në një luftëtare të luftës, sepse luftën do ta hiqe ti. Unë thjesht do të ndihmoja me profesionalizmin tim, me dijet e mia, me aq sa unë di, duke të ndihmuar shumë e duke të dëmtuar sa më pak. Sepse në fundit unë kirurg jam, dhe kirurgjia është një e keqe domosdoshme. Por pos luftove ti, çfarë do fitoja unë? Asnjë gjë. Do të humbisja edhe ti duke humbur ti betejën tate me këtë luftë, me këtë sëmundje. Kështu që nga kjo pikpamje ajo ishte pjesa që më bëre krenar. Dhe kjo është një porosi që profesor Kinoshitaja ma thoshte sa herë kur kam qenë në Japoni dhe më thoshte, Tani duhet patjetër ta vini në dieni pacientin. Pacienti duhet të jetë luftëtari i jetës së vet ndaj sëmundjes që i ka dalë përballë dhe me radhë. Dhe kur ai e ka kuptuar sëmundjen, të vërtetën e saj e ka fituar gjysmën e betejës dhe gjysma e ka mbetur. Dhe ti e kishe fituar betejën që në nisje ti pranove të luftoje me mua, sepse pa luftuar ti çfarë do bënim, s'do bënim asnjë gjë. Dhe nga ana tjetër, ti arritej përveç të tjerave domethënë që kur shikoje që kjo luftë kishte seancat e veta, etapat e veta dhe me radhë, të cilat ti duhet i njihje, sepse ti kishe një armik para me të këqijat, me të mirat e veta dhe me radhë. Dhe nëse unë nuk të pastroja ose nuk të zbrazja gjithë panoramën e plotë të këtij armiku që ty kishte dalë përballë, ti e kishe që në nisje betejën e humbur. Prandaj aty është pjesa që unë ndjem krenar. Dhe është një porosi ose një amanet në thonjza e Kinoshitas që pacienti duhet ditë të vërtetën. Duke sikur ne këtu po shpikim rrota, e kanë shpikur të tjerë. Ne kemi bërë një betim që është betimi i Hipokratit. Ajo është kushtetuta jonë që na detyron, nuk na e lën në dëshirë, por na detyron që neve t'ia shpjegojmë brenda nivelit dhe vet intelektual që ka pacienti të vërtetën mbi sëmundjen, mbi luftën që duhet të bëjmë, mbi komplikacionet, mbi të vërtetat, mbi ato çfarë shkenca di sot. Doktor Tani, ju jeni shkolluar, mjekësinë e keni bërë në Shqipëri, po specializimin e keni bërë? Jo, kam bërë po specializimin në Shqipëri, kam bërë dhe pastaj kam bërë në Japoni kam bërë një specializim të dedikuar për onkoplastikën. Okej.
Kam bërë specializim edhe në Amerikë, edhe në Itali, në Institutin Europian të Milanos, po specialiteti i vërtet është puna me pacientët. E vërtet. Ajo është pjesa më e vështirë. Takosh gratë cilat më ke thënë në ato fillime, unë takoj gra që kam prekur fundin dhe dua t'ju dhuroj t'ju bëj një gjoks të bukur, kur ato i nështrojnë mastektomisë gjithmonë. Kjo nuk është merita ime, kjo është merita e evolucionit mjekësisë. Në qoftë se neve do ishim tashti në 1912 të dy bashkë, do kishte podcast dhe atëherë. Mira Kazhani atëherë dhe Tam Bodeci atëherë, neve nuk do flisnin fare për këtë lloj kirurgjie, sepse çdo gjë ka historinë e vet. Atëherë kirurgjia ishte, si të thuash, alternativa dhe mundësia e vetme e trajtimit. Dhe ishte shumë radikale. Nuk pretendohej kjo lloj kirurgjie por nuk pretendohej që të ruaj sadopak pjesë nga gjiri, por ai do i hequr në mënyrë radikale bashkë me muskujt e krahërorit dhe me radhë një kirurgji mutilante, që në ato vite ishte moderne për atë kohë, ashtu siç është moderne sot mjekësia që neve po flasim bashkë. Që mbas 100 vjetësh, të të siguroj unë që ne do jemi primitiv siç është Hallstetti sot, kështu që flasim për një evolucion normal dhe sot konceptet kanë ndryshuar, sot shkenca ja ka dalë që gruaja ta sfidojë atë sëmundje pa u deformuar anatomikisht. E vërtet, unë e kam shprehur e kam përshkruar, besoj saktë në libër, nuk isha unë gati dhe nuk isha informuar, sepse ti e mban mend, ju e mbani shumë mirë mend, unë isha e tronditur dhe të them të drejtën, as nuk i kam dhënë rëndësi se çfarë implanti, se çfarë duhet të ndodhte me gjirin tim artificial, pra me pjesën time estetike. Ishit ju që u kujdeset dhe e kam thënë, u kujdes një burr. Veçanërisht, dhe ju jam shumë mirënjohëse për këtë, sepse unë nuk do dija as ta kisha kërkuar, dhe pse jetoj në këtë kohë, dhe pse jam gazetare, dhe pse lexoj shumë, në ato momente traume, s'do dija ta kërkoja këtë dhe të mendoja për këtë. Por më vonë mua më dha shumë besim. Dilja para pasqyrës dhe thoja, shkenca është e mrekullueshme, doktor Tani është shumë i mirë. E drejtë Mira, sepse ky është një apel që të vjen pa të paralajmëruar. Një ditë të bukur ti prek një kokër në gjë që nuk dhembe me radhë dhe si do thuash ti 2 javë para asaj situate po themi, ty as nuk do të shkonte në mendje që do vije do ndesheshe me Tani. Isha në Tokyo. Me radhë, pikërisht. Pra ti kishe një jetë normale si gjithë të tjerët. Se këto janë mësimet e jetës në fundit. Dhe nuk ishte se si ti të mendojshe dhe kur vjen para një informacioni të tillë me radhë që të shemet bota, që në fundit mendon gjithnjë të ditën më të keqe dhe me radhë. Kjo të bën ty që të jesh njerëzore. Kjo më bën dhe mua dhe këdo që të jemi njerëzor para sëmundjes. Por ama ne kur e kalon këtë etapë, kjo të mëson se si do të reagosh nesër. Do të reagosh që në këtë situatë e rëndësishme është ti zgjidhësh gjërat, ti kapësh në kohë, me dashuri, mos të dorëzohesh asnjëherë dhe pastaj për pjesën tjetër, nuk është se është merita ime. Pse unë ty të propozova atë. Është merita e kohës, është merita e updatimeve, e cila ty të ofron për situatën që kishte dhe jo vetëm ty, por të gjitha grave sot në botë, të cilat kanë një shans shumë të madh që primare mos të shkelen principet onkologjike dhe ajo që është dhe më kryesorja që në fundit të ndihen prapë femra, sepse femra kanë lindur dhe femra duhet të mbarojnë deri në fund të jetës tyre. Dhe nga kjo pikpamje, ky është një sukses i evolucionit të kirurgjisë onkologjike në këtë lloj situate. Dhe jo me ty, po me të gjithë, unë do ta thoshja këtë lloj alternative, sepse nuk mundet të gjendet alternativa e trajtimit nga pacienti i cili totalisht është i shokuar dhe nuk arrin dot që të gjejë zgjidhje. Dhe unë duhet dal përtej asaj situate dhe përtej asaj drame që e përjeton. Aq më tepër që sot ajo është minimizuar në ecurinë e vet, në evolucionin e vet, në konceptin e vet, në trajtimin e vet dhe me radhë. Nuk e di tani e ke lexuar dhe në libër, por nëse para librit e kujtoje mirë takimin ton. Unë sigurisht e kujtoj atë takim me ju doktor fije për pe. Atë kam qesh. Kam qesh kur the sa mirë do doja që të isha Anila, se doktori as më mbajti mend emrin fare. Po më përpara, i mbani mend takimet në përgjithësi që bëni me të gjitha gratë dhe vajzat? Për jetës së vërtetës, se janë shumë raste, nuk arri që ti mbaj mend. Për më tepër mira sepse gati reagimi është i njësojt. Domethënë, nuk më vjen asnjë njeri që të bëj një konsult, unë ta diagnostikoj me këtë sëmundje dhe të dalë i lumtur nga dera. Absolutisht, sepse s'do ishte normale. S'do ishte normale ajo situate. Por ajo që më mbetet më pas, më tepër se sa impakti i parë, është ecuria pastaj, sepse të dy neve bëhemi bashkëluftëtar të kësaj sëmundje. Pra, si pacienti dhe mjeku. Dhe më tepër se sa kontakti i parë mbahet vijshmëria gjatë luftës dhe me radhë, më shumë më mbetet në mendje pjesa tjetër. Dhe ti hyn tek ato pacientët jo se do të bëj qefin. Okej.
Thuaj vetëm vërtetën, se pas tumorit në gjithë sidomos nuk dua zbukurime, e dua të vërtetën më shumë se kur, nuk mërzitem. Se nuk jam tip që pëlqefin, çka kam për ta thënë ta them. E di. Dhe ajo që më ka mbetur ose më ka lënë mbres nga ty është fakti që ti nuk pate asnjëherë momentin ndroja apo frikën për të folur hapur për këtë sëmundje. Doje të dije informacionin sikur ishe mjeke, pavarësisht se s'mirë vesh fare nga mjekësia. Po do të dije ç'është hormoni estrogen, ç'është hormoni progesteron e me radhë. Pra, gjatë luftës, mua mu duk sikur ti u rreshtove në krah me mua dhe në sëmundja na u kthyen një tabelë qitje që ne duhet ta godisnim të dy. Ti nuk e ke kuptuar këtë. Jo. Këtë po ta them unë. Pra, ti sikur e shkëpute sëmundje nga trupi tat, e vendose aty përballë në mur, u rreshtove me mua dhe ne të dy filluam ta luftonim. Sepse ti pyesje për skanerin, ti pyesje ç'është onkotypi. Pra, unë duhet lexoja një herë kur më pyesje ti. Jo. Okej. Si jo. Va tham që do të themi ç'a jemi dhe ç'a kemi bërë. Pra. Dhe nga kjo pikpamje, kjo është ajo që ty të bën të veçantë. Kurse tek impakti, tek pjesa e parë me radhë nuk është se kam se kam si të thuash në një gjë të veçantë në krahasim me të tjerët, më kupton? Është vetë kuptimi tat intelektual mbi sëmundjen, qasja që ti kishe që në hyrje me radhë. Por emocionin ti e kishe, dhimbjen ti e kishe. Njësoj si të tjerët reagove, që do t'ua them prindërve, do t'ua them prindërve. E shumë të tjera që ndoshta do të thonë pacient mjek i mbajnë një ruajnë sekret me njëri tjetrin që s'mund t'i themi brenda kornizës së podcastit. Kështu që mbrapa ti ishe veçantë. Në momentin e qasjes nuk është se kisha ndonjë gjë të veçantë në krahasim me të tjerët. Po, si të gjithë gratë e kësaj bote, si gjithë njerëzit që tremben para një sëmundje që ju kërcënon jetën. Një gjë që nuk e kam thënë në libër dhe nuk para e kam dhe diskutuar, po e rrëfej sot. Para se të takoheshim bashk, isha në impresionin e vazhdueshëm dashamirës pozitiv që kirurgjin ta bëja jashtë Shqipëria. Ndoshta mund të ishte një zgjidhje Italia. Nuk di çfarë kam menduar. Me siguri mund ta kisha bërë dhe këtë zgjedhje. Nëse s'do të kisha takuar ju. E vërteta është që unë në momentin që kam takuar Artan Bodecin, ishte energjia, ishte kimia, ishin duart e tua në mënyrën se si më prekën gjinte dhe se si më pe dhe më fole. Por unë atë moment kam thënë po, dhe ju e mbani mend, Majlinda Ekonomi, pathologja, mjekja pathologe që më solli tek ju, e mbani mend shumë mirë dhe ma keni thënë dhe më vonë që unë e fala trupin tim. Ju a dorëzova atë ditë. U mora me informacionet, po trupin u ma dhash. Ta dhurova ty, doktor, edhe Majlindës. Por ishte energjia. Dhe ajo që kujtoj, është se më ke bërë një pyetje, që atë po e kam shkruar në libër, kur më ke thënë, ndërsa më prekje gjindë, më ke thënë, beson në Zot, dhe jam dridhur, jam trëmbur, se mu duk si kur ti pe diçka të rënd, ose ndjeve diçka të rënd, dhe po hiqje përgjegjësinë e shkencës mbi mua, dhe të kam thënë, të jam përgjigjur, pa tjetër që besoj në Zot, po dua të besoj sot të shkencat e mjekësia. Dhe pastaj ti e përgjigjur. Jo pa qëllim ta kam thënë. Në qoftë se nuk do ekzistonte Zoti, nuk do ekzistonte shkenca. Por do të them diçka, sepse do ta vazhdoj atë që kam thënë, te kjo sëmundje është diçka më shumë se sa një sëmundje e zakonshme dhe e rëndomt. Del përtej konceptit tonë njerëzor. Duket gati hyjnore. Mes rreshtave, kudo lexon të vërtetën, edhe në librat tanë të mjekësisë dhe me radhë. Do them diçka që ndoshta po e artikuloj për herë të parë. Po mos të ekzistonte kanceri, nuk do kishte jetë. Dhe janë asjellta. Sepse gjitha kjo ka të bëjë me energjinë. Dhe Zoti është në një formë trajte që neve duhet ta kuptojmë, do të thënë që në perceptimin tonë që jemi aq infantil, sepse jemi krijesa të tij përpara tij, ajo është një formë energjie që nuk humbet kurrë, që është ndrohet nga një formë në një formë tjetër. Origjina e gjithë njerëzve të globit e njerëzimit është nga zigota, që është qeliza totipotente që quhet. Është e gjithë pushtetshmja, nga e cila lind mira, tani e gjithë me radhë. Pra një gjysmë qelize nga nëna, një gjysmë qelize nga baba që bën zigotën dhe veshton jeta. Është një qelizë e cila është totipotente, është e aftë të shumëzohet, fal një informacioni të ADN-s, ka një energji mbreslënse që arrin pastaj të diferencohet derisa të lindet fetusi. Dhe janë triliarda qeliza të cilat pastaj krijojnë individin. Kjo lloj qelizë është e aftë replikohet sipas apo të shumëzohet sipas një informacioni të koduar në kodin e vet të ADN-s,
të cilën e ende jemi shumë infantil, kur them ne mjekësia sotshme që neve flasim për ta zbuluar në detaje. Dhe kjo energji pastaj transformohet dhe kthehet në një individ që është njeriu, është fëmia, është bebi, i cili tani më është i maturuar. Dhe kjo qelizë nuk ka më informacionin e qelizës mëm, por ka një informacion të vetë, të koduar në genin e vetë, i cili bën të mundur që ajo të funksionojë në organin përkatës, siç po themi është qeliza e gjirit, e pankreasit e me radhë. Përveç një sistemi që është sistemi i riprodhimi, sepse jeta do vazhdojë, sistemi hemopoetik i gjakut, retikul endotelial, që dhe ato kanë një replikim të komanduar. Pra, është një energji që e mban këtë lloj sistemi të unifikuar. Kjo jemi ne. Për arsye nga më të ndryshmet, kjo qelizë mund ta humbasi kontrollin, faktor të brendshëm, një mutacion genetik, po themi. A faktor të jashtëm, ndotja, rrezatimi, stresi dhe me radhë, dhe ajo kthehet në informacionin që ka pat qeliza mëm dhe fillon dhe replikohet. Pra i shpëton këtij kontrolli, po themi. Dhe ky kontroll është energjia që e mban këtë lloj strukture. Se në fundi 4 atome jemi. Karbon, hidrogjen, azot, oksigjen, që jemi në një simbiozë të tillë aq bukur të krijuar dhe aq infantil në të shpjeguar, sepse e ka krijuar dikush tjetër, që vetëm të jesh i verbër shkencërisht që të thuash që Zoti nuk ekziston. Sepse jemi një perfeksion që me gjithë sfidat, me gjithë gjërat që kalojmë dhe me radhë, ne prapë me thënë arrim që të jemi në ekuilibër, jo se e mbajmë ne. Neve që dëmtojmë qelizën tonë, njerëzimi. Për shkak të egos që kemi, për shkak të prishjes së ekosistemit që kemi dhe me radhë. Dhe nuk ka arsye se si mos të thoshja unë ty, a beson në Zot. Sepse nëse ti s'do besoje në Zot, s'do besoje as te ky doktor këtu, as te shkenca. Kur u zbulua BRCA1, BRCA2, mutacioni genetik, që të gjithë thanë u ndez një dritë në fund të tunelit. Umberto Veronesi e përshkroi i pari. Pastaj, sepse kur del ky deficit genetik, kuptohet që pjesa e popullatës që e mbart këtë ka risk për të bërë kancer gjiri apo kancer ovarial. Po pse jo të gjithë njerëzit e një familje nuk bëjnë? Po shkenca e zbuloi që ekzistonte edhe një mbrojtje e kryqëzuar. Ishte një gen tjetër P53 i cili ishte për desmoid tumor dhe bënte edhe mbrojtjen e kryqëzuar të qelizave, apo dhe disa të tjera që janë zbuluar më mbrapa. Çfarë nxora unë, një shqiptar i vogël, lindur me Maliaj, i shkolluar në Tiranë, nga ky konkluzion, sepse kanë të drejtë të nxjerrë konkluzionet e mia. Nxora një konkluzion që shkenca sapo e vërtetoi që Zoti ekziston, sepse nuk e ka lënë fatin e krijesës së vet në dorë të një mutacioni që ne tani sapo e zbuluam. Pra ne po zbulojmë që jo, neve ai na mbron në çdo moment. Qeliza e sotshme e njerëzimit nuk është njësoj e riskuar si qeliza në periudhën e mesjetës apo dhe më herët. Ambienti ynë është marrë miqësor. Vete kemi krijuar. Dëmtimin e ozonit, ngrohjen globale, ndotjen, egon ton për të qenë konsumator, duke ngrënë ushqime me sasi dhe pa cilësi, stresi që është rritur në të gjitha nivelet e me radhë. Dhe pikërisht, pavarësisht etjes son, jo për të dhënë, po vetëm për të marrë, ndaj kësaj toke, që duhet barazohet për të gjithë, sepse s'vlen vetëm për ne, vlen edhe për ata që dolën mbrapa, ai prap i ka rregulluar barrierat, i ka. Kështu që si të them unë se ai s'ekziston. Jo, Zoti është i madh. Atë është i madh, është i vogël, ne as nuk na takon, ne prapë jemi shumë të vegjël kur themi është i madh. Unë do thosha që Zoti është një ligj i cili mban çdo gjë me thënë në një organik perfekte. Ke veshur një bluzë sot? A wise doctor once wrote çfarë? Arabisht. Kjo është receta e zakonshme. E vura se doja të qeshni. Dhe në fakt ashtu është. E kanë thënë dhe libër që doktorët të flasin sikur ne, njerëzit e tjerë normalët që nuk kemi terminologjin, e dim që sqetullës në mjekësi i thonë e quajnë aksil. E thonë, aksilat e lira, limfonodulet e pastra, ti duhet edhe më thua pastaj pse nuk duhet lexoja dhe pse s'duhet të pyesja. Po këto janë të thjeshta, po ti lexoje për te kësaj, në ty na duhet të shpjegonim analizat molekulare, edhe duhet të hynim në brenda filozofisë të sëmundjes, sepse që të shpjegosh çfarë është aksila, çfarë është gjiri, po të shpjegosh filozofinë e sëmundjes, është tjetër gjë. E vërtet. Doktor Tani, pse po shkon tek gratë në moshë të re? Jo se s'ka patur raste më përpara, se unë kujtoj edhe
kur kam qenë unë adoleshente, që kam parë gra në moshë të re që janë sëmur nga kanceri i gjirit. Por duket sikur rastet po shtohen më shumë tek moshat e reja, po dëgjoj vajza dhe 26 vjeç që diagnostikohen me kancer në gjë. Po, kemi patur raste, i nuk është se janë të shpeshta për së vërtetë, por para për raste që kanë impakt, që nuk është se i kemi vetëm ne, janë në gjithë botën. Janë raste me një frekuencë më të ulët, por që ekzistojnë. Rënja ka shumë arsye. E para që sa po i përmenda, domethënë, që faktorët ambientalë, të cilët ne na rrethojnë, janë faktorë risku. Sepse s'duhet të harrojmë një gjë që jemi ende infantil si mjekësi në trajtimin e kësaj sëmundje, se në fundit neve po trajtojmë pasojën, sepse kanceri është pasojë. Neve nuk po trajtojmë shkakun, sepse etiologjia e kësaj sëmundje nuk njihet. Më shumë njihen si faktor risku, të cilat vlen që të merren në konsiderat. Vlen të merren në konsiderat dhe më shumë se sa për popullatën faktorët e riskut vlen për mjekët, që kur paraqitet X femër për të bërë kontrollin rutinor të gjirit, sepse vetëm kjo të shpëton, ti duhet patjetër domethënë që ta bësh një algoritëm të ta klasifikosh që hyn te popullata e riskut apo jo, për qëndrimin që duhet të mbash apo agresionin në ekzaminime. Por njihen domethënë e para rritja e sensibiliteti që është krijuar dhe kanë filluar që në mosha më të hershme që të krijojnë në zakonin e tyre apo në rutinën e tyre ekzaminimi periodik. Dhe kjo bën që të zbulojmë në mosha dhe më të hershme. Nga ana tjetër, mënyra e të ushqyerit, që tani më domethënë cilësia e ushqimeve me të vërtet lë për të dëshiruar. Po kështu ndotja, stresi që është në nivele të mëdha, stili i jetës, sepse ka ndryshuar, nuk për shembull po flas vetëm për pjesën e Shqipërisë. Femra e para viteve 90 shqiptare nuk ka lidhje fare me femrën e sotshme, sepse jemi më të ekspozuar ndaj alkoolit, ndaj duhanit, ndaj stresit, ndaj kontraceptive orale dhe me radhë. Pra që të gjithë janë faktor risku. Por nga ana tjetër, prap ajo që të mbron nuk është që ti të pretendosh që ti me të vërtet nuk e ke faktorët e riskut dhe ti duhet të flesh mbi dafina dhe nuk duhet të bësh kontrollin. Sepse thash jemi ende shumë larg gjetjes së etiologjisë. Kto janë si faktor risku. Prandaj thash është shumë hynore kjo sëmundje për ta gjetur neve me aq sa nivel ka sot mjekësia, sepse për së vërtetës është në nivele spektakolare për sa i përket dhe mentalitetit njerëzor që neve kemi sot, inteligjenca artificiale po ndihmon shumë dhe mendoj që do bëj diçka, por nga ana tjetër, për sa kohë ne nuk do gjejmë dot etiologjinë e mirëfillt të kësaj sëmundje, neve patjetër që e mbrojmë veten duke bërë kontrolle periodike dhe besoj kontrolle periodike ndihmojnë shumë në zbulimin e rasteve të hershme. Sepse zbulimi në stadie të hershme nuk do të thotë që ti e ke kapur atë sëmundje dhe ajo para 1 muaji apo 2 muaj është krijuar. Këtë ka zbuluar Fisher në 1975 në një biolog i cili duke parë kohën e shumëzimit replikimit qelizor për të krijuar një volum tumoral rreth 1 cm duhen 10 në fuqi të 6 shumëzime qelizore, që e shprehur në kohë është 6 deri në 7 vjet. Që do të thotë që ti kur dallon një tumor 1 cm ai ka 6-7 vjet që ka lindur, data hipotetike e tij është para 6 apo 7 vjetësh. Dhe çfarë të mbron? Vetëm kontrolli periodik. Nëse ti e bën atë çdo 6 muaj, ke gjë shanse maksimale që ti ta kapësh atë formacion, nëse e ke atë fat, se atë se di askush, atë ta kapësh në limitën e dimensioneve që ti e zgjidh shumë mirë, me terapira minimale, me kirurgjira minimale, me sa më pak invazion. Unë isha me fat në fatkeqësi, sepse isha në kohë. Por mua më zgjodhi koha. Unë më duhet ta pranoj, unë kam qenë disi neglizhente. Ekon e fundit e kisha bërë të gjirit para 2 vjet e gjysmë. Pra do duhet të kisha shkuar çdo vit. Ishte një rastësi fatlume që unë bëra eko në 2 nëntor. Do ta kisha shtyr një ditë tjetër, kështu i thash doktoresh Edlirës, që do të vi një ditë tjetër, sepse kështu themi gjithmonë dhe ajo mu përgjigj, kështu thoni ju të gjitha, një ditë tjetër nuk vini kur, ti do ta bësh ekon sot. Kështu që unë jam shumë mirënjohëse. Dhe kjo ka qenë një nga gjërat kryesore në libër që i ka mshuar shumë doktor Tani, koha. Bëj atë të bekuar kontroll. Nuk do pushoj së thëni grave që të bëjnë kontrolle, dhe jo vetëm tetor. Duhet ta kemi, mami im ka qenë mami. Është 75 vjeç sot. Është një grua e edukuar, një mjeke, një infermiere, mami super e dedikuar. Dhe ajo nuk ka bërë kur në jetën e saj një ekogjiri. Dhe më thash, turp ta them, po nuk e kam bërë. Ajo është mirë. Por ne pak nuk e kemi dhe shumë të edukuar. Pra kjo nuk është fort normale që në shtëpi, në shoqëri, ne nuk duhet neglizhojmë, ne duhet shkojmë në kohë. Dhe ajo që thoni ju që duhet gjetur etiologjia
e sëmundjes, e kancerit. Kurat janë përmirësuar, po koha mbetet ende avantazhi më i madh për gjithë ata që mund të rrezikojnë nga kjo sëmundje. Absolutisht. Koha është në favor të pacientit gjithje, sepse ajo është një sëmundje që ka biologjinë e vet, ajo është një jetë brenda një jete, e cila jep e merr me trupin e njeriut. Dhe pikërisht koha është vendimtare, sepse sa më e vogël jetë bashkëtia e saj, aq më e ulët është edhe dëmi që ajo sëmundje mund të shkaktojë në trup, siç është rasti juaj konkret. Kështu që kjo është thënë e rithënë dhe ja vlen të rithuhet. Por është dhe mentaliteti. Ne këtë nuk duhet ta harrojmë, është dhe mentaliteti, sepse realisht po t'i dhëm gjuri një gruaje, do shkoj do ta bëj një eko të gjuri se mund të ketë ndonjë problem, po themi reumatizëm artë aty regioni. Një zanore ndryshon. Gjuri nga gjiri. Aman, po t'i thuash për gjirin, fillojnë mendimet. Dhe film dhe kam frikë. Po frika është ndjenja më e bekuar që na ka dhënë Zoti. Po. Sepse neve kemi frikë nga korrendi që i ruhemi, kemi frikë nga lartësia, kemi frikë nga autobusi unazës që si dalin para. Sepse mendoj një moment një shoqëri që s'kishte frikë. Mendoj sa kaotike do ishte. Pra nuk ka ndjenjë më të mirë, i rim larg të keqes. Dhe në rastin konkret, duhet që ta zgjedhin. Nuk është frika sepse më shumë se sa sëmundjen kanë frikën luftën që do bëjnë ndaj sëmundjes dhe nuk arrin dot që ta përqendrojnë vëmendjen e frikës së tyre. Dhe do thosha që nuk ka vend më për të patur frikë luftën që do bëhet. Jo. Dhe e rëndësishme është që ta kapim sa më herët, sepse ai është një fat që s'e di askush. Hidh vështrimin martas djathtas, çdo që shef është një soi i riskuar. Sepse ta thash, është përtej kapacitetit tonë kjo lloj sëmundje. Nga do që vete, nga do që shkoj, nga do që lexoj, në vete në një moment dhe them ore, ka një metodë për të mbrojtur nga kjo sëmundje, siç ka për Covidin që vure maskën, bëre vaksinën. Jemi ende me kaq nivel sa ka arrit mjekësia, jemi ende shumë infantil. Ajo sëmundje nuk është dërguar kot. Se për çfarë është dërguar, mendon ti ta gjej unë? Jo. Unë jam luftëtar ndaj saj. Mbas ajo sëmundje është dërguar për të bërë mision. Që unë ta kuptojmë që në këtë botë kemi ardhur për të ndëjt, për të bërë, për të dhënë, jo vetëm për të marrë. Duhet të japim dashuri. Duhet të marrim dashuri. Dhe tek ai libër nxorra një konkluzion që thash kur i jep dhe kur merr, çfarë ndryshim ka tek njeriu? Kur merr, çfarë do lloj gjë që të jetë, sepse ne po jetojmë në një botë materialiste dhe duam s'duam ne nuk e shmangim dot. Kur merr të kënaqet trupi, kurse kur jep të kënaqet shpirti. Dhe këtë e kuptova tek ai libri tat. Dhe në një farë mënyrë domethënë neve këtë duhet të kuptojmë që gjërat duhet trajtohen me dashuri, gjërat duhet trajtohen me seriozitet, duhet trajtohen ashtu siç duhet, duke folur, duke u ballafaquar me të keqen, sepse edhe keqja është pjesë e jetës, ne nuk mund ta shmangim dot, ne nuk mund të gënjejmë veten sepse është krim edhe më i madh akoma. E çfarë të them? Unë jam shumë e lumtur, e kam thënë dhe më përpara që mora vendimin për ta bërë kirurgjinë me një doktor shqiptar në Shqipëri. Është vendimi më i mirë që kam marrë. Dhe jam shumë krenare për këtë. Sepse edhe për faktin që unë kam bërë këtë histori tashmë publike, dua t'jap mesazhin e besimit tek njëri tjetri. Sistemi shëndetësor në Shqipëri është shumë i sulmuar, me të drejtë. Ka shumë probleme. Por unë jam përpjekur në libër për gjithë ata që e lexojnë, edhe ju e keni parë vetë, ta bëjmë mirë diferencën mes njerëzve të mirë të mjekësisë, njerëzve të mirë me bluza borë të bardha, me sistemin e kalbur të shëndetësisë. Ju ishit vetë, edhe doktor Tani, po edhe doktoresh Majlinda, më kanë sugjeruar që për terapin të shkoj, të marrë dhe një opinion të dytë. Le të shkoja, se ndoshta keni parë tek unë edhe një lloj frike dhe pasiguria. Dhe vërteta është, doktor Tani, që doktorët e Italisë të Institutit Kombëtar në Milano të tumoreve, një doktor Giuseppe Capri, unë shpresoj t'ju takoj një ditë ju dyve, me shumë përvojë, sharmant, jashtëzakonshëm, shumë i mirë, nuk tha as më shumë as më pak se ju. Por unë kisha nevojë të shkoja atje për siguri, për të marrë një lloj, dhe mora një lloj qetësie. Pra kur u futa në institut, mënyra se si funksiononte dhe ka një krahasim për shkrimet për onkologjikun, unë atje shkoj, bëj gosarelinë, bëj gjilpërën, një herë në 3 muaj, ato infermierët më presin te dera, janë shumë të dashura. Dhe as nuk e shoh më, nuk e kam fare problem, nuk i kërkoj dikujt që ditë ma bëj te shtëpia. Do të shkoj 5 vite në onkologjik, atje do ta bëj gjilpërën. Por diferenca mes dy spitaleve
është kaq e dukshme mes Italisë edhe Shqipërisë. Dhe sigurisht unë keqardhjen e kam për Shqipërinë dhe më vinte keq që po e thoja në libër, po doja të isha e sinqert. Nuk kam shkruar me mlef, po kam shkruar me sinqeritet. Që ashtu ishte. Unë atje u ndjeva më e sigurt dhe pastaj e vërteta është, më duhet të rrëfej, ndjesha keq, thosha, këto mi tha doktor Tani, pse duhet vija ti dëgjoja edhe nga Giuseppe Capri. Mos ndoshta nuk u tregova e mirë, mos nuk po tregohem e ndershme, drejt sa duhet dhe unë po vën dyshim, nuk vura dyshim askënd dhe ju më thatë shkoni. Po është kjo puna e sistemit shëndetësor që e ka vrarë shumë besimin. Kështu se krahasove Shqipërinë me Italinë. Ajo është 510 perandori, nuk është se u bë për një ditë. Po. Ata kanë ardhur në fushatën e parë që na pushtuan me bicikleta, kur kanë parë një filmim të La Luces, ka qenë një televizioni shtetëror italian, u mbushin dhëmbët shqiptarëve që janë stërgjysh rritane me radhë, do të thënë në çfarë nivelesh kemi qenë. Neve kemi evoluar, po gjithnjë ne duhet të shikojmë edhe ku kemi qenë. Dakor? Por nga ana tjetër, hapja e botës të bën që të jesh kompetitiv. Dhe unë jo me ty, por dhe me shumë veta kërkoj që të si të thuash, ajo më kualifikon mua sepse unë jam një misionar në këtë lloj pune që u shërbej gjithë motrave, grave, gjysheve shqiptare. Nuk i shërbej vetëm mirës. Mira është një ndër to. Por mira si të thuash, më teston mua me shpenzimet e veta në atë që unë bëj. Kështu që është një përfitim i dyfisht. Dakor? Dhe sepse në fund të fundit duhet jemi kompetitive, po kompetitive duke u krahasuar, duke u ballafaquar. Kështu që nga kjo pikpamje unë nuk kam asnjë lloj, ti ke bërë shumë mirë. Edhe unë po të isha ashtu do bëjsha. Jam i bindur që edhe një pjesë e mirë e dëgjuesve që na dëgjojnë ashtu do bëjnë. Dhe duhet bëjnë realisht, sepse është e drejta e tyre që të kërkojnë një informacion të dytë apo të kërkojnë diçka më të re, më të habituar, sepse këtu gjërat po lëvizin me stin. Po, e vërtet. Në protokollet e trajtimit dhe në rrugët e trajtimit. Për fatin e mirë. Kështu që nuk je treguar mos e bë fare vetëm me fal. As neve nuk duhet të më thënë hiç fare, do të thënë të kesh asnjë lloj ndjesie sa do fare negative ndaj vetes. Bile ke bërë gjën më të mirë. Dhe nga kjo pikpamje, neve jemi ata që jemi, kemi një histori ku kemi ardhur dhe me radhë. Ndërkohë, Italia është ajo ku është ndër majat më të mëdha ndër eminencat e mjekësisë dhe ne duhet jemi koshient aty ku jemi. Problemi është që po ta krahasojmë nivelin e trajtimit, pra para 30 vjetësh, 20 vjetësh, me sot ku jemi, ka goxha ndryshim. Ka goxha ndryshim sepse jemi detyruar që t'i ballafaqojmë ritmeve të kohës në botë. Por ajo që çalon tek sistemi, sepse kjo lloj, si të thuash, mënyre e organizimit ose kjo lloj egos profesionale, kjo është bërë në më të shumë rasteve si individuale, jo si një strukturë e mirëfillt që të bëjë një kualifikim, që të bëjë një rankim në rajon të paktën, s'po them në Europë, dhe është lënë në mënyrë spontane tek individët. Dhe kjo për mua është një element deficitar i sistemit, jo individëve, sepse individi dikush e ka mundësinë, dikush e ka mundësinë, po dikush e ka dhe prirjen, dikush e ka dhe talentin, sepse në këtë botë jetojmë. Dhe aty do të thënë ti arrin që të korrigjosh dhe individët kur nuk i kanë mundësitë me radhë. Kështu që ajo çalon. Nga ana tjetër, neve kemi, dhe si popull, kemi dy lloj qasjesh të ndryshme. Ne ndryshe sillemi kur shkojmë jashtë për konsult, neve ndryshe sillemi kur jemi në Shqipëri. Ne këtu e duam me dhunë, i paragjykojmë mjekët, me thënë, sikur çere kore të presin neve në Shqipëri, nuk krahasohet me 6 apo 7 orë që presin kudo ku vjen. Ky është impakti i parë, i cili çfarë bën? I cili në këto situate që neve jemi thjesht sa i bën antagoniste dy bashkësi që kanë qenë bashkësitë më miqësore në botë. Bashkësia e bluzave të bardha dhe bashkësia e të smurëve. Janë dy bashkësi që nga koha e sklepit kanë qenë në simbioze plot. Nuk ka bluza të bardha pa të smur. Ashtu si s'ka të smur pa bluzat e bardha se s'kan nga ta marrin shërbimin. Në momentin që pastaj hyn me dhunë çdo lloj institucioni, jo në mënyrë të natyrshme, ta rregulloj këtë lloj raporti, unë kam idën më shumë do prishem punët. Ti atje për shembull jam i bindur që nuk janë deshur fare me sepse e the aty polici mos parko mos bë. Nuk mendoj që te instituti tumoreve ti je marrë me parkimin. Të ka dalë një polic te dera dhe të ka thënë, jo. Aty të kanë pritur me njerëzllëk, ulu aty të kanë thënë, të kanë sqaruar çfarë mund të bësh, je ulur ke. Këto janë gjëra të cilat bëhen vetëm me dashuri. Çfarë do sjelli dhuna? Mos respekt, mos seriozitet, do sjelli jo profesionalizëm. Dhe në fund fare, atë që s'duhet, sjell dhe urrejtje. Vete pacienti, janë histori shqiptare, rre mjekun, e godet me thik.
Nuk shkon. Por, ajo që është me e frikshmja, është cilësia në shërbim. Se për këtë s'po merret njeri. Sepse onkologjia do qetësi, onkologjia do maturi, onkologjia do vëmendje, onkologjia do rikontroll, do testim. Sepse ai nuk vjen vetëm sa për të takuar me doktorin për të lexuar me radhë, jo, do thelluar, duhet analizuar. Mund të shkojë një konsult 1 orë, 2 orë, e ti nuk je përgjigje se do kërkosh një konsult multidisciplinar edhe me radhë. Por kur ti ke një fluks të madh njerëzish te dera, pastaj ai do çedoj diku. Dhe pastaj kjo fillohet me urrëtie dhe me radhë, se nuk është e bet për një ditë, ë? Kjo grumbullohet. Pastaj nga fluksi i madh vendoset sistemi dhe vendosin policin te dera, pastaj fluksi i madh i makinave me radhë dhe bet orteku, ndërkohë që ato duhet të delegohen, duhet të ketë disa qendra onkologjike, sepse me një shërbim të vetëm që të mbash një republikë të tërë. E kam thënë në libër këtë, ai shërben një numër shumë më të madh njerëzish dhe është e pamundur që ti kënaqesh dhe ti dëgjosh të gjithë me vëmendje. E kuptoj, është kjo pjesa e zinxhirit që më pëlqen që e thatë, përmendet, sepse këtë e kam ndjer tek vetja ime. Që, ti e gjen doktorin e mirë që e beson, e gjete Artan Bodecin, po pastaj të duhet të bësh onkotyping, të duhet bësh analizën genetike, duhet bësh pra ti duhet futesh në sistem, dhe kjo mungon, kjo orkestra simfonike. Nuk është një orkestër, dhe të duhet të bëhesh menaxher i vetes. Janë të gjithë, por nuk funksionon. Por nuk kanë një dirigjim normal, domethënë janë të gjithë spontan, dhe tingulli del një zhurmë. Kjo është. Po ti koordinosh ata del një tingull perfekt, se çfarë ti thosh Majlindës? Majlinda të bëj një koncert recital solo të lë pamend. Çfarë ti thosh doktoresh Amandës të bëj ajo pjesën e vet orkestrale të lë pamend, dhe me radhë. Kur ti mbledhësh këta, nxjerr një kryevepër. Aman, kur ti ata i organizon, s'po them me vetdije, por i organizon sepse s'ta ndjen, sepse merr hallet e gjitha me radhë, dakor, dhe nuk i kushton vëmendje. Atëherë kuptohet që ajo orkestrës ata janë profesionistë. Ata do të fillojnë pastaj brenda vetes do shpërthejnë në një revolt profesionale që ti nuk e peshon dot më pastaj efektin e asaj. Sepse nëse një hidraulik lë profesionin, e lë si hidraulik. Por nëse një mjek e lë profesionin, e lë si misionar. Është mision. Nëse tani ka ardhur deri këtu, nuk ka ardhur tani se lindi dije dhe u bë sot. Te tani janë lodhur sa e sa mjek që unë dola. Janë lodhur sa e sa shkolla. Sa e sa profesora që sot nuk ekzistojnë, nuk rojnë më, por ama kanë lënë veprën e tyre dhe me radhë. Kështu që ky është një vepër e gjithë shoqërisë, që shoqëria duhet ta ruajë si një aset. Po për sa kohë shoqëria nuk po e ruan më si një aset dhe këtu dal përtej kësaj, dhe politika nuk i trajton këta si misionar, po i trajtojnë si profesionistë, sikur ti ketë elektricist apo sikur ti ketë saldator, do humbesin mbakëllat. Nuk e di domethënë, po në aq sa peti në Itali, e krahason do ti Giuseppen me një, nuk e di, me një profesionist, me një maestro të kuzhinës? Kur në botë? Po të paktën sa një maestro i kuzhinës të trajtohen. Po. Kështu që ne tani kemi mundësinë që ballafaqohemi dhe krahasojmë perandonin romake me feudalizmin shqiptar. Krahasoj edhe dil në konkluzione. Po ndryshoj këtu dhe këtu, ne nuk arrim dot që të ballafaqohemi. Dhe merret gjithsekush pastaj me parcelën e vet. Por aman, që të jetë një mozaik i bukur, duhet që çdo parcelë të funksionojë. Në një vend si ky yni me një potencial të madh njerëzor dhe turistik që po ecën përpara me ritme të shpejta, nevojitet një partner i cili e kupton dhe e ndan me ju vizionin tuaj të investimit. Abi Bank ofron mundësi financimi fleksibël dhe të personalizuara për të rritur biznesin tënd. Abi Bank mbështet gazetarin e mirë, por edhe njerëzit e mbar punëtor, puna dhe mundi të cilëve nxit progresin e biznesit dhe të Shqipërisë. Qëndroni me podcastin. Nuk e di nëse do t'ju vi mirë që do t'a nxjerr, do t'a vë në pak këtë, po para disa muajsh, 2-3 muajsh, ndoshta në fillim të verës, mësova që Artan Bodeci po jep dorëheqjen nga onkologjiku dhe do t'i bashkohet një spitali privat, pra do t'a lërë publikun. Duhet të kem shkruar dhe një mesazh, po veta ma ka menduar sa keq. U mërzita shumë. Pse? Sepse mendoja që gratë që nuk kanë mundësi ta paguajnë një operacion, se në këtë vend ne duhet paguajmë për çdo gjë, nga parkimi deri tek jeta.
tek jeta nuk të dhimbë se parat, po është mirë që kemi punuar gjithë jetën dhe disa gjëra duhet i kishim. Dhe kjo është e dhimbshme. Dhe për dalë tek ju dhe dorëheqja juaj, mua më trishtoi se thash, unë do doja shumë që Tani të ishte, doktor Tani të ishte aty, sepse e di shumë mirë se si punoni ju. Je shumë më i mirë se Giuseppe Capri, që ta dish. Kështu që ne kemi njerëz këtu artista, të jashtëzakonshëm dhe unë i kam takuar dhe këtë nuk e them si kompliment, unë kam bërë një ndërhyrje cilën e kam paguar, se njerëzit ndonjëherë janë çuditshëm kujtojnë se bëjmë reklama, unë nuk bëj reklama dhe po gjithsesi ndjekësit e mi më njohin dhe më besojnë. U mërzita shumë që ikët. Tani sot unë dua të të pyes, ike i bindur që po bëje gjën e duhur, nuk kishe asnjë zgjidhje tjetër, është më bukur që të punosh në privat, po të kishe patur mundësi të qëndroje, do vazhdoje të qëndroje? Çfarë ndodhi që edhe dorëheqje? E se the ike, unë përtikur s'kam ikur se jemi këtu bashkë, po dhash dorëheqjen. Dhash dorëheqjen, e kuptoj. S'kam ikur nga shërbimi. Okay. Shërbimi onkologjik është i plot dhe në sektorin shtetëror dhe në sektorin privat. Pra unë jam në shërbimin onkologjik në sektorin privat. Pra gati 17 vjetësh kam qenë lidizuar si të gjithë kolegët e mi, sepse po më trajton si profesionist, jo si misionar. Jo si misionar, jo si profesionist. Si misionar jam misionin e vazhdoj. Unë ta vazhdoj dhe në Majt Malit. Do doja që të kishin akses tek ty dhe ato që s'kan mundësi ta paguajnë. Po. Kjo është tjetër gjë. Kjo ishte ajo imja. Po ti po më pyet për ata, po më pyet për vete. Po pyes për gratë si puna ime që ndoshta unë kisha një... Unë isha një pjesë. Nuk është se shërbimi onkologjik i ka unë e ka reshtur. Patjetër që vazhdon. Kolegë të mirë, shumë të mirë, shumë të mirë. Unë do doja të takoni një misionar dhe jo thjesht profesionist, këtë po them. Arsyen pse unë kam ikur, sepse normal që unë si ka pa arsye, se si ka pa shkak më lindi Shkëndija në Tru e do iki. Sepse ishte 25 vjet gati çerek shekulli aty. Kam punuar dhe kam mësuar nga legjendat e onkologjisë, që kanë lartësuar titullin profesor. Jo si sot që marrin titullin profesor dhe kërkojnë të lartësojnë emrin. Ata ishin emra që kanë lartësuar titullin. Kam punuar me Shahin Kadarian që për ulemi para tij. Babai imunohistokemis, ato estrogene progesterone me radhë, që neve dalim si superior ndaj teje, kur ne ti thoshim, ishim neve në pozitat kur na i thoshte profesor i madh Kadare. Dhe me thënë, në një kohë që s'kishte as media, s'kishte as internet, po me buletine, me shkëmbimet, ata ishin heronjë të vërtet. Ata e kanë pasuruar shpirtin e tyre, sepse ata vetëm kanë falur. Ata kanë falë dashuri, ata kanë falë dije. Dhe me radhë, pak nga pak, po të shpjegoj përgjigjen. Po. Apo Adelina Mazreku, që ishte pionierja e terapisë, pra atë koncept që bota e kishte krijuar, e bëri dhe ajo që i futi konceptin multidisciplinarë, pra i sëmuri shikojë si një vepër e të gjithëve. Edhe atyre herojve të heshtur, imazheristëve, anatomopatologëve me radhë, që pa ata bëjmë bla 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 kot ne. Jemi totalisht ignorant, pa Majlindën në krah, pa Amandën Mbrapa, pa Adrianin që bën ekot mamografit. Pra është një organizim i tërë, të cilin ajo e ngriti në strukturë, Adelina e Madhe Mazreku, dhe futi konceptet, stadifikimin e të gjitha me radhë. Apo Agim Karaj, që ishte pionieri i onkoloplastikës në Shqipëri. Apo Agim Sallaku, i cili ngriti shërbimin e radiologjisë e radioterapisë në nivele shumë të larta dhe e bëri dhe si specialitet, jo më si kurs 2 vjeçar, pra njerëz me bot kuptim të madh, që i kanë dhënë gjëra që jo rrugë ato çfarë the ti, por është një vepër që nuk duket, por që ndihet. Absolutisht. Po. Dhe unë nika prej ande se filloi të mos ndihej kjo. Lajm shumë i trishtuar kjo. Shkon mbasi ndjej unë gabim, ore. Po unë vetë, unë po flas çfarë ndjeja unë. Mbasi është lajm i trishtuar, por mbasi është ndjesi e gabuar e imja. Se ti po merr të mirëqen çfarë them unë. Nga një robi ka dhe ndjesi të gabuara, nga një robi bjen dashuri me njeriu e gabuar. Me radhë, kjo është ndjenjë. Dakor, po. Pra, në ndjesin time, do thonë unë shikoja që aty një vend ku vdes historia, ka vdekur çdo gjë. Do të thënë gjithnjë kthehet koka mbrapa. Sepse ti deri aty ku ke arritur, nuk ke arritur vetëm. Pra ti thjesht je një misionar dhe je një flamurtar i momentit, që atë flamur do ta pasosh në gjeneratat e tjera dhe me radhë. Dhe vendosa që thash, ndoshta do jap maksimumin për pacientët e mi,
duke mos u dyzuar më dhe në shtet dhe në privat, por duke qenë tek sektori privat, sepse do isha më i qetë emocionalisht në atë që bëja. Kjo ishte arsyeja pse unë ika. Doja thjesht qetësinë time emocionale, sepse ta kam thënë diku me thënë që kjo është një mision, po kjo lloj puna jone kirurgut është edhe një çik art brenda. Është ndjenjë. Është ndjenjë. Unë ta kam thënë që kam. Jo, më ke thënë ka doktor artista dhe ka doktor lekista. Po nuk e them këtë publikisht. Po ti sa po e the? Që ka dy lloj kirurgësh. Po. Dhe nga kjo pikpamje do të thënë unë doja mos të humbja veten. Sepse do më humbisnin pacientët. E mora përgjigjen dhe okay, shumë mirë. E rëndësishme është që të kemi. Që je diku dhe misioni vazhdon. Patjetër. Çfarë ndjen një kirurg i gjirit kur operon gjind, kur bën mastektomi kryesisht, kur i heq, kur i zhvendos gjind? E para do me thonë ti po e heq i detyruar. Pra ajo është një zgjidhje detyruar. Është një zgjidhje detyruar që ti mundohesh që të bësh maksimumin tat që të paktën ta realizosh mirë nga ana kirurgjikale dhe nga ana shëndetësore e pacientit dhe me sa më pak dëmtime dhe me radhë. Ky është elementi i parë, komponenti i parë, që është komponenti onkologjik. Pra kjo paciente të bëhet e lirë nga sëmundja. Në këtë moment ti ke atë impenjimin madhor, që është emocional, është fizik, se është do dhe rezistencë kirurgjia, seri me orë të tëra. Dhe pastaj vjen momenti i dytë, që dhe ky ka emocionin brenda, është momenti i korrigjimit. Këtu hyn komponenti artistik që në një farë mënyrë këtë nuk është se e gjen në libra. Për shembull në projekcionin tim në matjet që unë të bëj dhe me radhë, unë e di që në nisje se si do më dali gjiritat. Po këtë nuk di se si ta shpjegoj, se këtë e ndjej. Dhe kjo pastaj, si të thuash, ka atë gëzimin e dytë që të jep. Po. Gëzimin e dytë, sepse mendo nga një trup i bukur, nga një organ shumë i bukur i krenarisë femërore, ti je detyruar ta heqësh. Shpërfytyroj totalisht kraharori. Si auroj askujt. Por aman kur i kompozohet, aty i fale shkencës, se së shpika unë atë metodë, aty i fale shkencës dhe i thua o Zot mrekulli që mendo sa mirë, nuk jemi në shqyr që nuk jemi në epokën e Hallstettit. Mendo sa kanë vutur gratë e asaj epoke dhe sa më pak vuajnë gratë tona, sepse ana psikoemocionale e kësaj sëmundje është kur ajo është e shëndetshme e mposhtë sëmundje. Je në ekuilibër. Nuk e ke as frikë të tregosh që po, rikë krenar, po unë e kam kaluar të sëmundje, sepse e thua ri dhe po ri dhe unë si ty për këma bikëm, për një moment si kur jam femër, edhe, po, unë e kam kaluar të sëmundje, tak tregon dhe gjoksin bukur, po. Ndërkohë, që se si do rishet ashti, mbuluar, mbështjell, kamufluar e të gjitha me radhë, edhe do flisje me radhë. Nuk do ta kisha atë krenari. Jo. Sepse ti e ke mposhtur atë sëmundje në gjithë dimensionin e vet mira. Pra, ti fitove. Pse fitove? E para ti fitove mësimin e jetës. Po, është shumë i vyer, e shoh ndryshe, e shoh shumë gjëra ndryshe. Na i them që kjo sëmundje është më shumë se sa një është një sfidë, është një sfidë. Ti arritet të kuptosh vlerën e gjërave. Ti arritet të kuptosh vlerën e lotit. Se nga njëherë qaj e kot. O, kam qarë kot, aq shumë. Vlerën e dashurisë. Edhe të atyre që ta meritojnë, sepse është pjesa tënde s'dua të hyj, domethënë me radhë. Domethënë, kështu që është një mësim i jetës. Prandaj thash që ai libër është për të gjithë, ai libër është jeta e gjithsekujt. Që duhet marrësit të vi, duhet jemi luftëtar të jetës sonë dhe me radhë. Ju jeni babai? 4 fëmijë. Më pëlqen që jeni trashëguar 4 herë. Ke dashur gjithmonë të kesh shumë fëmijë apo ka qenë zgjedhje bashkëshortes, dëshirë saj më shumë? Për të vërtetës, ajo është dashuria e jetës sime. T'ja them emrin? Patjetër, do të të pyesja. Irena është dashuria e jetës sime, është qelsi suksesit tim nëse kam sukses. Ma kam mbush shtëpin plot. Dhe më pëlqen ta them, është shpreha një filozofi gjerman që ka thënë e kam njohur njeriu më të varfër në këtë botë. Më të pasur se kam njohur, por më të varfrin e kam njohur. I varfër është ai pasuria vetëm e të cilit janë lekët. Unë kam një pasuri shumë të madhe, që nuk peshohet. Po për këmbgulja për të bërë më shumë fëmijë dhe për ta patur vatrën plot ka qenë e Irenës, për hir të vërtetës. Unë kam 3 goca, kam një të madhe Herën, Helgën dhe Helenin që janë binjake, edhe Hermesin që është 5 vjeç e gjysmë. Po kanë diferencë më 18, 16 binjaket edhe Hermesi që është 5 vjeç e gjysmë që janë mrekullia e jetës. Më preku kjo deklaratë dashurie, po më bëri të kuptoj
pse unë pata kaq shumë fate dhe pse ju kam zgjedhur. Mendoj që një burr që ndjehet mirë në shtëpi, edhe që është i dashuruar me gruan e tij, e bën mirë dhe punën e vet. Është dhe doktori mirë. Unë mendoj që karakteri ndikon tek doktori, tek gazetari, tek politikani, ndoshta karakteri nuk ndikon tek zdrugstari, apo ndoshta tek toni që xhiron, sepse është kamera që do ta bëj punën. Po janë disa profesione që mendoj që karakteri ynë është determinues. Dhe nëse ne jemi njerëz me zemër të hapur, me njerëz që nuk varemi nga paraja, që pasurinë e gjejmë te njerëzit që kemi afër, te kjo dashuria për familjen, për gruan, për jetën, ndoshta kjo e bën edhe që të kemi sukses në disa fusha. Tani që më thatë këtë për Irenën, e kuptoj pse jeni kështu lloj njeriu i veçantë. Se kam zgjedhur njëri të veçantë. Jo, jeni ju një lloj njeriu i veçantë. Ne nuk kemi patur kur kohë të flasim për jetët personale gjatë betejës time, gjatë kohës së sëmundjes. Kemi folur pak për politikë. Po tash ja dolëm, sëmundjen e flakëm, tash do flasim për... Tani duhet takojmë, ende nuk jemi ulur për të kaluar bashkë një drekë, e lëm vazhdimisht, po doktor tani nuk ka kur kohë. Pastaj fundjavash për familjen, 4 fëmijë, 3 vajza, 1 djalë. Kështu që nuk pretendoj, po ishte shumë kënaqësi që folëm sot. Unë të uroj shëndet dhe po ta them edhe një herë publikisht, ti je në libër, je një yll aty, pas meje. Patjetër. Të uroj shumë shëndet, energji për punën që bën. Jam shumë e lumtur që kemi njerëz si Artan Bodeci në Shqipëri, njerëz si Majlinda Ekonomi, si kushirira ime doktoresha Marita Dervishi. Dhe ata që ndoshta unë nuk i kam takuar si profesori doktori Shahin Kadarea, po shumë të tjerë, Adelina Mazreku, dhe shumë të tjerë që i kanë dhënë këtij vendi një trashëgimi. Amerikanët e kanë bukur atë legacy, e thonë bukur. Dhe më vjen shumë keq që ju keni parë që diçka po zbehet edhe po tretet edhe po zhduket ande nga ikët. Por unë, ndoshta gjërat do të rregullohen një ditë. A ke shpresë që do të rregullohet ndonjëherë sistemi shëndetësor në Shqipëri? Patjetër që do rregullohen, por vështirë se... Pas 100 vjetësh tua. Vështirë, jo, qytetariu është vështirë, por që do rregullohen patjetër. Ne nuk e arrim. S'besoj, ja. Duhet të jemi realist. Po megjithatë të flasim për ty, mira të them unë 2 fjalë për ty. Po, me kënaqësi. Lum ato gra dhe vajza që do të dëgjojnë, dakord? Dhe që të shikojnë këtë qeshjen tate, kaq të sinqert, këtë dashurinë që rezaton në fizionominë e fytyrës tate, dhe të mendojnë që është një grua me një kancer të dyfisht, që ka suportuar në të gjithë dimensionin e vet dhe që realisht e sfidoi atë sëmundje duke e kthyer në një jo e poshtur, po një fituese e saj dhe tani më atë ka kthyer në një misionare për të folur dhe të tjerëve. Ti nuk e kupton se çfarë fuqie të është dhënë që në një periudhë gati sa muaj, më thë gati viti. Po. Në 12 nëntor bëhet një vit nga operacioni. Unë ty të shoh në një dimension tjetër. Në një dimension që ti flet e sigurt, ti shijon momentin, ti dashuron çdo gjë që të shikon e të rrethon, shijon momentin dhe ke nxjerrë një konkluzion që unë ta kam thënë, po ti ndoshta se mban mend. Të kam thënë dikur para një viti që mira, ne nuk e menaxhojmë dot të ardhmen. Po, e mbajmë. Neve menaxhojmë vetëm momentin. Nëse do menaxhonim të ardhmen apo të kaluar na gënjen mendja, ne jemi të statë burgosur të Zotit, në kohën e hapësirën e vendodhje, kam thënë. E mbajmë shumë. Dhe neve menaxhojmë vetëm momentin. Por nuk e ke idenë sa mirë është të mirë menaxhosh momentin. Urime që po e mirë menaxhon. Shumë faleminderit. Dhe unë nuk duhet ta haroj edhe ti përshëndes gjithë stafin e Amavitës. Spital privat janë. Do përmendësh edhe qenin ton Xhekun që lefte. Qeni që pushonte vetëm në mëngjes, sikur ti kishe bërë paracetamolin që më bënin mua. E kisha këtu te krau. Janë disa infermiera aty, ndoshta nuk do t'i futem historisë e emrave, po i dua shumë, më kanë shërbyer me shumë dashuri, një staf i jashtëzakonshëm, është një spital i vogël,
nuk i ka ndoshta vizimet si te Instituto Nacionale dei Tumori. Jo, si ka, po nuk, se s'është aq i madh. a ishte një krahasim që unë e dash për të shpjeguar që pse nuk ka kaos, po ka një shërbim me shumë dashuri, i kam përshkruar edhe në libër, në mënyrë të veçantë. Do të ma përqafosh? Jo, nuk do ta përqafosh se je burr, po do mi çosh shumë të fala anestezisit Fariut. Fariut, patjetër. Personazhit të librit. Patjetër. Unë shpresoj duhet i çoj librin që ai ta lexoj, se më ka bërë të qesh vetëm minutin e parë para se të futesha në operacion. Ja, dje kam thënë Fariut. Çfarë tha? Po, edhe tha, se ne kemi edhe Albanin dhe përdori pak. Po, edhe anestezi. Po pse tha, po dhe Albani ishte, po ndoshta thashun ti edhe impaktin emocional. Albani është më i ftohtë, se ti pa dhe e kujtoj Albanin, ka qenë i pari që më është prezantuar me me një lloj karakteri, serioziteti, me plot etik. Ndërsa Fariu fut në bisedë, më pyeste për podcastet, edhe më thoshte që është ajo fjalia që e kam thënë dhe te libri, që ti i pyet ata kur e ke ditëlindjen. Po mua më vjen mirë. Se si më vjen sikur çapo ju pyet. Pastaj më ka zënë gjumi. Edhe pjesën tjetër e dini ju. Shumë faleminderit për gjitha. Të falenderoj Mira. Edhe gratë që takon ju, është e vërtet, ashtu si unë, kam prekur fundin, po ndonjëherë kur i shkon në skaj e jetës, kupton dhe vlerën e saj, dhe nëse ke shansin të jesh në orën e dur edhe të jesh në kohën e dur, të kesh fat ta mundësh sëmundjen, është një gjë e jashtëzakonshme. Në jetën e dytë, jeta e parë shihet ndryshe. Ky episod u mundësua nga Abi Bank, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.